Një nga kauzat kryesore për të cilën po përballen forcat politike në këtë garë të etshme elektorale është ajo e pensioneve. Thuajse të gjithë drejtuesit të fushatave respektive kanë premtuar rritje të pensioneve sapo të marrin pushtetin pas zgjedhjeve të 11 majit. Japi fjalën nderit çdo pensionisti dhe pensioniste se 100 ditë të para do ketë minimumin jetik apo pensioni minimal 200 euro. Do të synojmë që pensionin minimal ta çojmë drejt 200 eurove, ndërkohë që mesatarin për ata që kanë paguar sigurinë shoqërore ta çojmë në 400 euro. Televizia Bashk kërkon diçka shumë thjeshtë. Shqipërit vendoset drejtësi shoqërore. Prandaj ne kemi jo vetëm frymën e protestave për të kërkuar këtë gjë, por kemi një program shumë detajuar se si mund të rriten pensionet. Në vend të bonuseve vjetore, pensionistëve ju duhet një rritje graduale pensioneve prej 10%. Premtimi për rritjen e pensioneve është të gjitha programet e partive politike, por ndryshe nga ajo që është shkruar në letër apo që përsëritet në prag të zgjedhjeve si një premtim për të marrë vota, pyetja kryesore është: a duhen besuar dhe nëse po, cilin prej tyre duhet të besojmë? Janë 590.000 shqiptarë që kanë statusin e pensionistit dhe që marrin pension nga shteti, një numër jo i vogël ky sa i takon kontingjentit të votave. Sipas Institutit të Statistikave, pensioni mesatar për 503.000 pensionistë në qytet gjatë vitit 2024 ishte 18.341 lek në muaj, ndërsa për 87.000 pensionistë të fshatit 11.051 lek. Nëse do të llogarisim pensionin mesatar në qytet bashkë me të fshatit, pensioni mesatar mujor arrin në vlerën 15.000 lek. Mesatarisht, sot një pensionist duhet të jetojë me 500 lek në ditë, ku nëse llogarisim me metodologjinë e Bankës Botërore, që e kategorizon të varfër një individ që jeton me më pak se $6.85 në ditë, shumica e pensionistëve do të klasifikoheshin të tillë. Ndaj nëse partitë politike premtojnë mirëqenie apo qoftë edhe mbijetesë për këtë kategori, apo bëjnë gabim dhe a rrezikohet hapja e një grope të madhe financiare, siç lajmëroi disa muaj më parë edhe vetë kryeministri? Ndryshe nga pagat cilat financohen drejt për drejt nga buxheti i shtetit, pensioni financohet nga sigurimet shoqërore. Ne vazhdojmë të kemi një problem serioz me shmangjen e detyrimeve shoqërore e sigurimeve shoqërore nga punëmarrësit dhe punëdhënësit. Që të flasësh për rritje pensionesh, do të marrësh parasysh të gjithë këta faktorë. Nuk është diçka që mund ta bësh duke u nisur nga thjesht dëshira, apo që mund ta bësh duke u nisur nga interesi politik i një momenti caktuar. Sepse nëse e bën, atëherë ajo që bën është thjesht që hap një grop në hapat e mëtejshëm, që është një grop edhe më e rrezikshme se gropa që hapën piramida. Faktikisht falimenton shtetin komplet. Por duket se kjo analizë rezultoi e pabesueshme. Ndaj, menjëherë pas shpalljes së planit të opozitës për të bërë pensionin minimal 200 euro, edhe kryeministri doli me të njëjtin premtim. Garantoj çdo pensionist se do bëjmë çdo përpjekje që të vendoset minimumi jetik me të cilin çdo i moshuar, qoftë dhe ai që nuk ka punuar dot një ditë të vetme në shtet apo s'ka paguar sigurime, do të ketë një pension bazë sa minimumi jetik 200 euro. Të gjithë pensionistët e tjerë mbi këtë bazë do kenë një rritje 20% të pensioneve. Ambicia jonë është që në Shqipëri në 2030 pensioni mesatar jetë 400 euro për të gjithë ata që kanë paguar sigurime të plota. Ndërkohë që pensioni minimal për të gjithë të tjerët ne do të synojmë që të shkojë në 200 euro. Të premtosh të nxjerrësh nga varfëria kategorinë më në nevojë të shoqërisë, pensionistët, jo vetëm që nuk është e gabuar, madje duhet përgëzuar. Pak rëndësi ka nëse kopjon fjalë për fjalë programin e rivalit politik, por bazuar në politikat buxhetore të dekadës së fundit që e ka harruar këtë shtresë. Ky duket thjesht një premtim për efekte elektorale. Dhe këtë do t'u argumentojmë. Në vitin 2005, pensioni mesatar për qytetin ishte 8.383 lek dhe në fund të vitit 2013, pensioni mesatar për pensionistët në qytet shkoi 14.076 lek. Rritja për 8 vjet ishte me 5.693 lek, ose në total 68%. Ndërkohë, në fund të vitit 2023, pensioni mesatar për qytetin rezulton 18.341 lek dhe për 10 vjet është rritur me 4.265 lek, ose 23%. Mesatarisht,
çdo vit pensioni për qytetin në dekadën e fundit është rritur me 426 lek në vit, ose 2.3%, ndërsa pensioni mesatar për fshatin në vitin 2005 ishte 2.818 lek dhe në 2013 arriti në 7.465 lek, një rritje me 20.6% në vit. Mes 10 vjeçarit 2013-2023, pensioni në fshat është rritur me 3.586 lek gjithsej, me një normë 32% ose 3.2% në vit. Por çfarë do të kishte ndodhur nëse pensionet do të rriteshin me të njëjtën normë dhe një pjesë të ardhurave që ka marrë ekonomia nga rritja do të shpërndaheshin te pensionistët? Kryeministri Edi Rama e ka pasur kryefjalë të fushatës dyfishimin e prodhimit kombëtar të vendit, rritjen e të ardhurave nga taksat dhe të sasisë së parave që shpenzon buxheti. Niveli i pensioneve pasqyron më së miri se pensionistët nuk kanë përfituar pothuajse fare nga rritja ekonomike. Madje, për shkak të rritjes së çmimeve të shportës së ushqimeve dhe indeksimit të pensionit me inflacionin mesatar për të gjithë vendin, për shumë prej tyre shuma mujore që marrin i është paksuar. Prodhimi i brendshëm bruto i Shqipërisë në vitin 2013 ishte 13.5 miliard euro dhe për vitin 2023 arriti 23.7 miliard euro, duke u rritur me 1.75 herë. Nga kjo rritje ekonomike dhe shpërndarje të ardhurash buxhetore, kategoria e lënë harres si janë pensionistët, sepse pensioni i tyre është rritur me vetëm 23% për qytetin dhe 32% për fshatin. Por nga ana tjetër, çfarë ka ndodhur me çmimet? Çmimet e shportës së ushqimeve janë rritur mesatarisht me 5.1% në vit, 2 herë më shumë se norma e rritjes së pensioneve, ose në total me 51% për 10 vite. Po të llogarisim rritjen e pensioneve me indeksin e çmimeve, pensionistët rezultojnë të jenë më të varfër se më parë, sepse me të njëjtin pension blejnë më pak mallra e shërbime. Sa të shkon pensioni? 180 dhe 260.000 lekë. 200.000 lekë. 180.000 lekë. 160.000 lekë. Unë kam 250. 150.000. Marë 177 lekë. 208.000 lekë. E përballon do t'jetesën? Jo, është përballon në këmara sësë se ilaqe. Po ku përballohet me gjojnë? Po ja, do me kursie. Do është më pak. Do pish më pak. Kur s'më del mua me 250, mere me mënd, ata janë për të më shiruar me 150 dhe me 170. Me spital, me hojë, me pi, me çmimet që janë sot, si të më menet që? A kalohat? Jo jetes, mbi jetes më bëjnë. Nuk mund të pensioni, marr 100 lekë ilaçe. Me neuropsiatikëve të punoj si qeni atje që marr 5 lekë që abuk të vdes. Dhe datën 15 to lekë kam. Babukërim, rri me babuk. Kjo është diktatura më rrezikshme që kam parë. 170.000 lekë vetë vi kafe me një restaurant modern, deputet. A unë çfarë? Nuk jam shqiptaro. Tani kam bërë vendin. Çmimet e shportës, produkteve të ushqimeve janë rritur me 51% në 10 vite, ndërkohë që pensionet janë rritur me 23%. Mund të themi që ka pasur rritje të pensioneve në këto 10 Në kurës, ato janë lëmosha, janë për të mashtruar, duke menduar që ne jemi nga ajo koha tjetër edhe kënaqemi me pak, ky gjati ja u di hallën njerëzve, di që ashtu janë edhe i gënjen me në një lëmosh. As kom besim nuk ka jo rritje. 100 lekë sheqeri 1.000 lekë sot. Makarona nga 700, 800, 1.400 një tjetër. Edhe pensionet se janë i Shime si me do, i kile qeqe, i kile oride, s'naj më gjo tjetër. Çmime kanë shku stratosferë, pensioni pa i pension. Na rren me një bonus që i thonë asaj. Kurse ata për vefte marrën 700-800 euro marrën një pension. Në ballurit mirë për vetën e vet. Kurse për ne, të roft muni e djersa. Çmimet janë rritë më tepër se në gjithë Evropën, Shqipëri. Janë pa përballueshme, për na morëm në çmim të lirë. Kurse tjetri nuk preket as shtretaj, nuk e morën as jashtëmit, jo na pensionistat shqiptar. E ka bërë një farë llogarit me 160.000 lekë me këto çmime që janë sot. Sa janë çmimet e shportës? Që ishin lirë që sendet, para 10 vjeç, me ushqime të bollshme. Ja, se ka shumë i ndeshë çmimet. Ne nuk e përballim me këtë ndeshje çmimet. A është vërtet aq e dhimbshëm për buxhetin të bësh rritjen e pensioneve, apo siç e konsideroi kryeministri në prag të fushatës, një katastrofë që çon në faliment, duke thumbuar kështu kundërshtarin e tij politik? Mbase dhimbshme mund të jetë për koncesionet, kontratat e fsheta dhe partneritetin publik-privat, por as pak për buxhetin. Dhe më ironike është fakti se pasi bëri deklaratat e mësipërme kundër rritjes së pensioneve të premtuara nga opozita, zoti Rama
skema i premtoi vet pak muaj më vonë. Por ka edhe më. Në vitin 2013, deficiti i skemës së pensioneve rezultonte 445 milion euro. Pensionet paguen me kontributet që derdhin të punësuarit sot, dhe ata që janë sot në punë do të marrin pension me kontributin që do të derdhin të punësuarit e ardhshëm. Sasia e parave që buxheti i shtetit mbledh nga sigurimet shoqërore është më ulët se ajo që jep për pensionistët. Me reformën e re, e cila hyri në fuqi në vitin 2015, qeveria socialiste tentoi të zbuzë deficitin e pensioneve, duke riformuluar skemën në nxjerrjen e masës së pensionit mbi bazën e kontributeve që janë paguar gjatë gjithë punësimit dhe jo mesatare në 3 viteve të fundit. Por kjo reformë e pensioneve dështoi me sukses. Deficiti në skem kapi rekord historik në 574 milion euro në vitin 2022 dhe vazhdon të jetë në të njëjtat nivele me ato të para vitit 2013, por me ndryshimin se aso kohë pensionet rriteshin, nuk indeksoheshin. Zgjidhja që mund të ofrojnë forcat politike në Shqipëri është jo vetëm nxjerrja nga varfëria e pensionistëve, duke rritur pensioni dhe vendosur një dysheme, siç është niveli i minimumit jetik, por edhe përmirësimi i arsimit, shëndetësisë dhe shërbimeve publike. Të gjitha këto lidhen me mirëqeverisjen, duke frenuar largimin e të rinjve. Plaga kryesore që ka sot skema e pensioneve është piramida e popullsisë, e cila nuk ka më formën e piramidës, sepse ka më shumë pleq se të rinj. Vetëm nëse kthehen ata që kanë ikur dhe ndalohet vala e emigrimit, reforma shpëton. Por këtë të vërtet të hidhur, kryeministri ka frikë ta pranojë dhe premton pasaportën europiane, me shpresën se një ditë Bashkimi Evropian do të jap fonde për bujqësinë dhe paratë që jep buxheti për fermerët do t'ju shkojnë pensionistëve. Jemi duke negociuar me Bashkimin Evropian. Futemi në një familje ku llogarit çdo qindar dhe aty do jetë momenti kur ne do mund të bëjmë një politikë më agresive në favor të pensionistëve, sepse do kemi një buxhet ekstra. Kemi marrë prej tyre 1 miliard e kusur euro mbështetje në gjithë këto vite. Momenti kur ne hyjmë në atë familje, 1 miliard e kusur euro mbështetje i marrim çdo vit. Dhe nëse ne marrim 1 miliard e kusur euro mbështetje, ku 300 milionë janë vetëm për bujqësinë, ku të tjerë janë për infrastrukturën e tjerë, atëherë çfarë kemi nga të ardhurat tona që ne i çojmë në këto drejtime, mund t'i kollandrisin ndryshe edhe një pjesë të tyre e ndajmë për pensionistët. Goxha skem apo goxha mashtrim?